Një rrëfim i ndjerë dhe i sinqert tronditi mbrëmjen e së martës në Big Brother VIP, ku Gjesti ndau përvojat e tij të vështira nga fëmijëria deri te lufta për muzikën. Gjesti tregoi se u rrit në kushte të rënda ekonomike, ku një mur e ndante familjen e tij nga kafshët e shtëpisë. Në kërkim të një rruge shpëtimi, ai nisi të konsumonte hashash që në moshën 12 vjeçare, një periudhë që e përshkroi si momentin kur nuk ishte më vetja. Kur babai e zbuloi varësinë e tij, dhimbja e madhe e prindit u shpreh në lot për herë të parë, duke shënuar një kthes në jetën e tij. Në moshën 18 vjeçare, Gjesti mori vendimin e vështirë të largohej nga familja për të ndjekur ëndrrën e tij në muzikë. I vetëm në Prishtinë, shpesh pa ushqim dhe pa ndihmë, ai trokiti në dyert e studiove muzikore, por askush nuk i hapi. Megjithatë, ai nuk hoqi dorë. Sot ai ndodhet në Big Brother VIP, jo vetëm për veten, por edhe për familjen e tij, të cilën e quan motivin më të madh në jetë. Jetoj për ta, u shpreh ai, duke prekur zemrat e publikut me historinë e tij të fortë.